Kjo është. Ti shive qasin që ai ka me Selin. Ai nuk do me ditë. Akoma nuk do me ditë se çka ka ndodhur fare. Nuk e ve ujin zjarr fare, plak fare, nuk e ngrof ujin fare, fare, 0-0. Ky thotë si ke reaguar pra me afut vrapë në për Pandorën ai afut vrapë del jashtë çon. Dhe kur nuk do t'ja përgjigje kësaj vajzës. Kur brenda Big Brother. Kur? Sa i po i dha përgjigje me Selin. Del keq. Humbet, jo, vetëm aq se keq ka dalë. Po normal. Humbet një arsye për të luftuar nesër. Për të zënë pas nesër. Për në Ibrahim. Po patjetër më. Normal, kjo po dihet. Çfarë më? Kjo dihet. Kjo është më së dishme. Po patjetër më. E kupton ai thot, falconet merren gjërat në këtë pikë. Do mbyllë një shin me Selinin. Ku e ke parë dijetin e mirit? Kaq të lartë që ta tregoj këtu. Në çfarë raste? Në asnjë rast. Ai s'e ka marrë për vetë në vet. Kjo është. I tha ai djali që doli i tregoi gruan, i thoshte ti blen për dashnoren tënde lule ke dyqani X-it, çai thoshte. Edhe me atë djalin unë e kam mbrojt. Edhe ky vajti tha, po më. Para ne themi që ti edhe me këtë qëri aty dhe dizitaj që ti s'do me dalë larg nga kjo punë se ti je larg. Unë e kam mbrojt. Para ne po them, më vjen mirë që s'do me dalë larg nga kjo punë, se nuk del dot. Domethënë e ke bërë gjën bashkë me të. Po thash, unë të gjykoj të ndryshe sot sepse pesha e kutisë Pandorës është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Edhe